هي جنة طاب وطاب نعيمها Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Allahun e falenderoj nga I fali dhe ndihmë kërkojmë, dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt në të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sot me lenin Allahut do të flasim rreth meditimit në argumentet e Allahut të cilat janë në veten tonë. Por Allah subhanahu na ban me dije se fillimisht para se t'i drejtojmë shikimet e tona rreth asaj që na rrethakon, fillimisht I kthejmë vetes tonë parasysh se në veten tonë kemi shumë argumente të cilat aludojnë në përsosmërinë edhe në krijimtarinë e Allahut Azza wa Jall, edhe në fuqinë e tij, në madhërinë edhe në madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Thot Allah Azza wa Jall, një prej ajeteve të cilat ka cek në librin e tij, thot se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Thot se ne do t'ua qartësojmë atyre, do t'ua mundsojmë të shohim argumentet në horizont, mirë po edhe në veten e tyre, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, derisa ata të vërtetohen, të binden se Allahu është me të vërtetë se ekziston, Allahu është me të vërtetë është fuqiplot, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Thot a nuk mjafton kjo që ta dini se Allahu me të vërtetë është për çdo gjë dëshmues. Thot Allahu subhanahu wa fi anfusikum afala tubsirun. Thot në veten e juaj, thot a nuk mendoni, a nuk logjikoni, a nuk përziatni, leni gjërat e tjera, shikoni veten e juaj, filloni që ta studioni veten e juaj, merrni shikoni veten e juaj, do të shihni se çfarë fuqie ka Allahu Azza wa Jall, edhe ju si jeni të krijuar me atë përsosmëri të madhe. Thot Allahu Azza wa Jall, falyanzur al-insanu mimma khuliq. Thot le të shikon, le të mediton njeriu se si është kriju, prej çfarit është kriju. Khuliqa mimma indafiq. Thot se njeriu thot është kriju prej një lëngu I cili hidhet, yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib, I cili del nga ndërmjet shtyllës kurrizore edhe brinjve, pra qëllimi është për spermën e njeriut. Pra Allah subhanahu na ban me dije krijimtarin ton se si jemi krijuar ne edhe çfarë gjendet në trupin ton. Pra me kët na ban me dije se si është, çfarë përsosmërie në krijim është I krijuar vetë njeriut, edhe çfarë fuqie të madhërisht me Allah subhanahu ka posedon në krijimtarin e tij. Kjo mjafton për njeriu që ta kupton realitetin e tij. Thot një prej selefit, nëse njeriu e merr dhe mediton krijimin e vetvetes së tij, atëherë të gjitha nyjet e trupit të tij do t'i nënshtroheshin Allahut me adhurime ndaj tij. Thot një prej mendimtarëve islam Said Qutb rahimullah, e cili këtë thot për flet për ajetin wa fi anfusikum, në veten e juaj, a nuk mendoni afala tubsirun, a nuk shikoni? Thot është për çudi, thot se ky njeri të cilin Allah Azza wa Jall e ka kriju, edhe është domethën krijimtari shumë e çuditshme, e madhe, madhështore në këtë tokë, I cili hes nëpër tokë, mirë pa është problemi, thot se e neglizhon, edhe është I shkujdesur për vlerat e tij, është I shkujdesur për gjithë ato fshehësi të cilat I posedon në trupin e tij. Thotë edhe padyshim se kjo ndikon ku në imanin e tij. Është problematik kur njeriu e shef vetveti krijimtarinë e tij, e merr e studion, e lexon, sa mjek e din krijimtarinë e trupit, e shohin se si është kriju, e shohin formën e tij, qelizat, eshtrat, zemra, muskujt, veshkët e gjithë ato organe që gjenden në trupin e tij, edhe prap e neglizhon krijimtarin e Zotit të tij, edhe neglizhon vetë Zotin e tij, edhe nuk I nënshtrohet Allahut Azza wa Jall, e padyshim se kjo është shkujdesje, edhe atë shkujdesje shumë e madhe, e besimtari padyshim se nuk duhet që të bie kurban I saj. Besimtari si besimtar duhet që ta din se çdo sen çka e shef është mësim për te, edhe ka mësim në te, edhe në këtë rast nëse njeriu mediton vetveten e tij, mediton njeriu si krijesë, edhe shef krijimtarinë e tij, si është sa e përsosur që është, sa e çuditshme që është, padyshim se do t'i nënshtrohet më tepër udhave të Allahut Azza wa Jall. Po me lenin Allahut do ta ceki vetëm se një prej ajeteve të cilat e ka cek Allahu Azza wa Jall, pse ka shumë ajete
për sa i përket ku Allahu subhanahu wa taala e përshkruan krijimtarinë e njeriut edhe e nxit besimtarin që të mediton në krijimtarinë e tij, mirë po ta ceki për shkak kohës, ku thot Allahu subhanahu wa taala wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, thot se prej argumenteve të tij, prej shenjave të tij, është se Allahu juve ju krijoi nga dheu. Pra ne siç e dimë Ademin Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar nga dheu, edhe njeriu nuk është i krijuar, se nuk është domethënë pasardhës si majmunit, po është domethënë siç na mëson Allahu subhanahu wa taala, është i krijuar nga dheu, pastaj domethënë edhe etapa të tjera të cilat kanë në krijimtarinë e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala, thumma idha antum bashirun tantashirun, pastaj thot ju thot si njerëzi jeni shpërndar thot na për tokë, wa min ayati yan khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, thot prej argumenteve të Allahut është se prej jush Allahu krijoi thot bashortet e juaja me qëllim që ju të gjeni prehje tek ato, thot wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, edhe zbriti thot mes jush mëshirë edhe dashuri, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, thot gjitha këto ka argumente për ata të cilët dëshirojnë që të mendojnë. Wa min ayati khalqu samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, thot se në prej argumenteve të Allahut është se Allah e krijoi tokën edhe qiejt edhe plus asaj llojdëshmërinë e gjuhave të juaja edhe plus asaj ngjyrave të juaja. Pra Allah subhanahu wa taala bëri me dije se Allah subhanahu wa taala është ai i cili i krijoi racat që janë të ndryshme, edhe po ashtu që njerëzit të folin gjuhë të ndryshme, a ka mundësi që ta bën dokuj tjetër përveç Allahut azza wa jall? Padyshim se jo. Thot Allahu azza wa jall, inna fi dhalika la ayatin lil alamin, thot kjo është argument për ata të cilët dinë edhe dëshirojnë që dinë. Thot min ayati manamukum bileli wa nahar, për argumenteve të tij është gjumi juaj gjatë ditës edhe natës, wabtigaukum fi min fadlihi, thot edhe po ashtu thot kërkesa e juaj thot nga dhuntit e tij, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmaun, thot se gjitha këto janë argumenta për ata të cilët dëshirojnë që të dëgjojnë edhe dëshirojnë që të mësojnë diçka. Padyshim se nëse besimtari e merr edhe lexon një libër thjesht nga një mjek apo nga një autor i cili ka folur rreth trupit të njerëzit, rreth qelizave të tij, rreth gjakut të tij, rreth organeve të tij, rreth pamjes, rreth syve të tij, rreth veshjeve të tij, rreth hundës së tij, rreth gojës së tij, rreth gjithë asaj të cilën ne ditë për ditë e shohim veten tonë në pasqyrë, asnjë nuk dalimi nuk mendojmë se si ka mundësi që i krijuar ky trup apo çfarë posedon ky trup nga fshehësit, padyshim se do të bindet se nuk ka mundësi që kjo të krijohet vetvetiu, po përkundrazi ka krijues edhe i fuqiplot, edhe atë i cili e meriton që të adhurohet, që të njësohet, edhe plus asaj të realizohet ajo për të cilën ne jemi të krijuar. Në këtë rast është që njeriu të adhuron Allahun azza wa jall edhe mos i përshkruan atij shok, ndërsa një ndër begatit më të mëdha të cilat ja ka dhënë njeriu gjatë krijimit të tij është harresa edhe memorizimi i tij. Nëse njeriu nuk do të kishte mundësi që të mban mend, atëherë padyshim se do të harronte për çdo ditë, në çdo moment që t'i kryen nevojat e veta dhe atë elementare, mos flasim për gjërat e tjera, po ashtu prej begative është harresa. Po mos kishte qenë harresa, atëherë njeriu do të shkatërrohej nga brengat, nga mërzit, edhe nga gjitha ato të cilat i ka përjetuar në jetën e tij. Po alhamdulillah që Allahu subhanahu wa taala na ka bërë që të jemi prej atyre të cilat memorizojmë, mirë po edhe harrojmë, edhe plus asaj na ka kriju në një formë të përsosur që nuk ka mundësi askush të krijon asesi krijesë të tillë, edhe nuk ka mundësi që t'i afrohet, edhe me këtë na bën me dije se besimtari duhet që të mendon, që të logjikon, mos shkoje, le t'i lën gjitha qellat, le të ndalet vetëm se tek vetja e tij, le ta shikon veten e tij, le ta shikon krijimtarinë e tij, për arsye se ne e posedojmë këtë trup, edhe ne të gjymtyrët e tona të trupit do të dëshmojnë ditën e kiametit. Pra mos të bëhet dituria jon argument kundër neve, po le të jetë argument për ne në këtë dunjë, mirë po edhe në ahiret kur do dalim para Allahut azza wa jall. Elus Allahun që na bën nga ata të cilët meditojnë për siatin, edhe na shton diturinë, edhe na shton dashurinë ndaj tij. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu